Dëlni njeri në ditën e gjykimit dhe Zoti Xhaleshanuhu ja vlerëson punët në peshorën e tina. Ky njeri thot Zotit, i madhi Allah, unë vetëm me punët e mia kam me hinë në xhenet, jo me mëshirën tone. Kom punu bëll 70 vjet. 70 vjet kom punu, veç me punën teme, kur gjo mos ma animati. Subhanallah. Zotin arruj, se ka dhe sot, 2019, ka që si njerës do të unë, veç me punën teme, u krytë të të puna. Veç me punën teme. I madhi Allah Xhaleshanu i urdhnon me lajkët dhe i thot, robit tim, merrnja vetëm njonin sy, dhe qitnja në këtë peshore. Dhe krejt punën angazhimin e ti në peshorën tjetër. Dhe veç vlera njonit sy, o doshurit e mi. Ky sy që me pa dritën, ky sy që e shet vërtetën, ky sy që i reziston lagshtijës, thatësijës, ftoftit në nxehtit, ky sy që i madhi Allah Dhul Gjelali ka kriju dhe as kush nuk mundet me kthy në gjendjen e mëparshme, ashtu që ka kriju i madhi Allah Xhaleshanu. Ky sy ja ka peshu krejt punën. Umera Kosta, o Zot, unë e meritoj. Unë e kam mendu që unë e meritoj xhenetin vetëm me punën time. Vërtet që ke vepru, i tha Zotit ti, por vetëm me mëshirën time ti e përfiton xhenetin e përjetësisë. U tha me lajkeve, o robit tim, deshta me ja dhon mëshirën time dhe xhenetin. Mirë, po ky e refuzoi, tha vetëm me punët e mia. E kur e ndëgjoj Zotin, tha, o Zot, ku është mëshira jote? O Zot, ku është mëshira jote? Se pasha madhnin tone, vetëm me mëshirën tënde, une po e fitojsha xhenetin. Mëshira jote, kur pju vesh ka punëve të mia, une pe përfitojsha kënaqësinë tone. Të dashurit e mi, mos u ndalni duke punu dhe duke vepru, po kur një herë mos u ndalni në dua Zotit që kësaj punës, angazhimit tonë të hajrit, inshallah që e bojmë, me ja vesh mëshirën e Allahut, se vetëm përmes mëshirës së Allahut e përfitojmë të mirën e kësaj bote dhe Xhennetul Firdausin botën tjetër. Dëlni njeri në ditën e gjykimit dhe Zoti Xhaleshanuhu ja vlerëson punët në peshorën e tina. Ky njeri thot Zotit, i madhi Allah, unë vetëm me punët e mia kam me hinë në xhenet, jo me mëshirën tone. Kom punu bëll 70 vjet. 70 vjet kom punu, veç me punën teme, kur gjo mos ma animati. Subhanallah. Zotin arruj, se ka dhe sot, 2019, ka që si njerës do të unë, veç me punën teme, u krytë të të puna. Veç me punën teme. I madhi Allah Xhaleshanu i urdhnon me lajkët dhe i thot, robit tim, merrnja vetëm njonin sy, dhe qitnja në këtë peshore. Dhe krejt punën angazhimin e ti në peshorën tjetër. Dhe veç vlera njonit sy, o doshurit e mi. Ky sy që me pa dritën, ky sy që e shet vërtetën, ky sy që i reziston lagshtijës, thatësijës, ftoftit në nxehtit, ky sy që i madhi Allah Dhul Gjelali ka kriju dhe as kush nuk mundet me kthy në gjendjen e mëparshme, ashtu që ka kriju i madhi Allah Xhaleshanu. Ky sy ja ka peshu krejt punën. Umera Kosta, o Zot, unë e meritoj. Unë e kam mendu që unë e meritoj xhenetin vetëm me punën time. Vërtet që ke vepru, i tha Zotit ti, por vetëm me mëshirën time ti e përfiton xhenetin e përjetësisë. U tha me lajkeve, o robit tim, deshta me ja dhon mëshirën time dhe xhenetin. Mirë, po ky e refuzoi, tha vetëm me punët e mia. E kur e ndëgjoj Zotin, tha, o Zot, ku është mëshira jote? O Zot, ku është mëshira jote? Se pasha madhnin tone, vetëm me mëshirën tënde, une po e fitojsha xhenetin. Mëshira jote, kur pju vesh ka punëve të mia, une pe përfitojsha kënaqësinë tone. Të dashurit e mi, mos u ndalni duke punu dhe duke vepru, po kur një herë mos u ndalni në dua Zotit që kësaj punës, angazhimit tonë të hajrit, inshallah që e bojmë, me ja vesh mëshirën e Allahut, se vetëm përmes mëshirës së Allahut e përfitojmë të mirën e kësaj bote dhe Xhennetul Firdausin botën tjetër.